Beloved brothers and sisters, Sot kemi dëgjuar këtë mesazh të Ungjillit, today we heard this message of the gospel në të cilën Jezusi flet për disa shenja që do të ndodhin, in which the Lord talks about some signs that will happen, konkretisht për 4 shenja që do të ndodhin, 4 signs that will happen për para se të vinë dita e Zotit. before the day of the Lord comes. Dita e Zotit thuhet në gjuhën hebraike në një fjalë të veçantë. The day of the Lord they did say Hebrew language in a very special way, Dhe quhen në fjalën Yoma, and we call Yoma. it Yoma ishte dita e veçantë e Zotit, e të njëjtit Zot i të gjithëve. Zoti i njëjtë Yom was a very special day of God and the God of the universe to all. Zoti i të gjithëve i barabartë për të gjithë, por jo për gjithë me të njëjtin efekt. The God of all saved for everyone, but not the same effect for everyone. Libri i Malakis thot se dita e Zotit do të jetë për të drejtët si diell i drejtësisë. The book of Malachi said the day of God will be like a sunshine for the righteous. Ndërsa për të këqijt e njëjta ditë, i njëjti Zot do të jetë si furrë The e same day, same God, same day will become like a fire burns for those who do not believe. E sot është momenti të bajnë një shqyrtim të ndërgjegjës të sinqertë, nëse jeni të këqijt. And today we're called to analyze ourselves through this word. If we are bad, Për të cilët dita e Zotit do të jetë furrë ndezur, we are those bad ones for the ones who the fire, the fire. All the hands, the small hands, bigger ones. apo do të jetë për ne dita e Zotit si dielli i drejtësisë. Or the day of the Lord is going to be for us like the sun for the righteous. Si të qoftë, Jezusi na thotë se shenjat që do të ndodhin para se të vinë kjo ditë, And when Jesus said that the sign that will happen, that there will be before this day comes, do të jenë 4. there will be 4. Para së gjithash do të vinë krishta të rrenjshëm. Before they will come Krishta të rrenjshëm. fake Jesus, fake prophets. Shenja e dytë do të jenë tërmetet në natyrë. Second sign is the earthquakes. Shenja e tretë do të jenë luftrat mes kombeve. The third sign will be the world nations. Por shenja më e rëndësishme do të jetë e fundit. But the greatest sign, the important sign is the last one. Dhe shenja e fundit do të jetë kur të vënë dorë mbi ata që i ndjekin Krishtin. And the last sign, that means when they will persecute you, they will put their hand upon those who follow Christ. Do të vijë momenti në të cilin ti që ndjek Krishtin do të persekutohesh. It will come the moment that you who follow Christ, you will be persecuted. Dhe kjo është pak por e sigurt. This is Pak por e sigurt, poco ma sicuro, thon italianët. it will be little but for sure. Nëse ti e ndjek Krishtin, do të vijë dita që do të vendoren ty e do të persekutohesh. If you are following and you will follow Christ, the day will come when you will be persecuted. Jeta me Zotin është e bukur, por ajo ka një kosto. Life with God is beautiful, but it costs. It had one cost. Në qoftë se ti po e ndjek Zotin, If you are following Christ, nga njëra anë ti je i sigurt. on one side you are sure. Nuk ke nevojë me pas frikë. You don't have to be afraid. You have to fear. Në fakt, Jezusi thotë nuk keni nevojë me pas In frikë. fact, Jesus said, do not be afraid, Jeni në dorë të sigurta, because you are in secure hands. por kush e ndjek Jezusin nuk mund të jetë dembel dhe indiferent. But whoever follows Christ cannot be indifferent. Dembel dhe indiferent. The men are lazy and indifferent. Janë dy armiq që sulmojnë një ndjekës të Krishtit, There are two enemies that që persekutojnë they persecute ata që ndjekin Jezusin. those who follow Christ. Kanë për ndjekjen ty këta dy armiq. These two enemies, they will also come after you. Armiku yt
është frika, Your enemy is fear, jo njerëzit. not people. Shumë prej nesh ndoshta kanë frikë sot. Many of us have fear these days. Se ne ka thonë të kur frikat në trogasin, se ne ka një filozof, thotë, Seneca said, when the fear knock in our doors, nëzjerë nga zemra jote guximin që të hap derën. take Kuresh, courage from your heart, që të hapin derën, they open the door edhe s'do shoh askënd. and will see nothing. Kur frikat trogasin ti, When the fear knock in your door, ço guximin që të hapin derën. take the courage to open the door. Ne në fakt të jemi diçka tjetër. But sometimes we say something else. Kur frikat në trogasin, When the fear knocks on our door, i themi Krishtit hape derën. we tell Jesus open the door. Sigurisht sa nuk do shoh askënd. And for sure you will not see nothing. Në Krishtin je i sigurt, Jesus you are seeing. por ti dhe unë kemi edhe një armik tjetër. But you and me have another enemy. Kemi dembelin, Laziness. kemi përtacin, is the same. Yeah, it's the same thing. Përtacia dhe dembelia në gjuhën shqipe janë dy fjalë që thotë njëjtën gjë. Okej. E për cilën Pauli në letrën drejt Tesalonikasve i ka Paul thënë wrote a letter to the Thessalonians. qorton krishterët e parë. I qorton, i korrigjon krishterët e parë. I korrigjon krishterët e parë duke thënë mos jetoni në dembeli. He sent a letter to the first Christians and tell them, do not live in laziness. Duke pas parasysh fitoren që Krishti ka mbi këta dy armiq në jetën tonë. Because Paul had before him the wing of Duke pas that he had upon these enemies. duke fituar mbi këta dy armiq në jetën tonë që janë frika dhe dembelia. He saw the wing that we can have before these enemies, which they are the fear and the laziness. Në momentet e vështira ne kemi një shans. And moments of hardships and difficulties, we had a chance. Kemi shansin me dëshmu Zotin. We had the chance to testify God, the gospel. Pra, mesazhi i letimeve të sotme është ky. So the message of today's reading is this. Mos ki frikë, Do not be afraid, mos i dëndësh, not be lazy, stay lazy, por dështon. but testimony. Dhe në dëshmi, Zoti do të japë dy hire të çanta. And by giving a testimony, God will give you Dy hire të veçanta. special graces. Graces. E para është fuqia e fjalës. The first is the power of the word. Në fakt teksti grek thotë fjala e fuqishme. The Greek text said the powerful word. Yes. E do t'i kërkojmë Zotit fjalën e fuqishme në jetën tonë. So we're going to ask God for that powerful word in our life. Kur shkoni në gjes në punë, When you leave from home to go to work in the morning, sikur se prifti që shohet në mëngjes të shkon për mu lut, as the priest wakes up and goes to pray in the morning, kërkoj Zotit fjalën e fuqishme, ask God for the powerful word. ose fuqinë e fjalës, Or, yeah. në mënyrë që kur takosh njerëzit e tjerë gjatë So shkallës, when you meet people doing that today, njerëzit takojnë atë që flet fjalën e Zotit. people will meet the man of the word who speaks the word of God. Që fjala e Zotit të vrapojë, si thonë te Pali. So the word of God can run. Fjala e Zotit të shkojë nëpër miqëgat përmes teje. So the word of God can go through, can go at this place through you. Është përmes teje dhe përmes meje që fjala vrapon në këtë botë. It's through you and through me that the word runs into this world. Ky është hiri i parë që Zoti i jep atyre që The dëshmojnë. first grace of those who give testimony. Nga ana tjetër, hiri i dytë që Zoti jep është urtia. Second grace that God gives is the wisdom. Me fjalë dëshmojnë botës, With word we testimony to the world. ndërsa me urdi dëshmojnë Zotit se jemi të bindur për atë që themi. And with wisdom we tell God
është Zoti që dëshmon për ne. God who testimony through us. Sepse thotë, unë do t'u jap fjalën dhe urtimin. Because he said, I will give you the word and the wisdom. Në momentin e vështirë, unë do të bëj ty një dëshmitar. In the hard times, difficult times, I will make you. Një dëshmitar. It's another word. Testify. Testify. Kështu që në momentin e vështirë është edhe Zoti që dëshmon për ne. So in the hard times, it's God who testifies for us. Në qoftë se ti nuk mund të flasësh për Zotin, If you cannot talk for God, nëse s'mund të amushësh mendin njerëzve, you cannot make them believe. dikush është që dëshmon për ty. It is someone who does testify for you. Zoti është dëshmitari ynë. God is your testifier. Para se të jemi një martirët për të, Zoti është martiri ynë. Before we are his martyrs, he is our martyr. Shën Gregor teologu i drejtonte Shpirtit Shenjtë këtë lutje. Saint Gregory Teolog, he did say this prayer to the Holy Spirit. E që unë kam dëshirë ta bashkëndaj me ju. And I would like to share it with you. Dhe kam dëshirë që ta lus me ju. To pray this with you. Sepse vetëm Shpirti i Shenjtë thot Krishti do t'ju japin fjalën dhe urtimin. Because Jesus said the Holy Spirit will give you the word and the wisdom. Thot Shën Gregori teolog. And Saint Gregory said, Dhe ju ftoj edhe ju që të luteni në këtë momente. and I call you all to pray with me this moment. Ai e thret Shpirtit Shenjtë. Call the Holy Spirit. Fjalët janë me vërtet të thella. The words are very deep. Eja Shpirti Shenjtë. Come, Holy Spirit. Eja dritë e vërtet. Come, true light. Eja jetë e përjetshme. Come, eternal life. Eja mister i fshehur. Come, hidden mystery. Eja thesar pa emër. Come, treasure without name. Eja realitet i pagabueshëm. Come, a real reality. Eja ti që jep kuptimit njerëzor. Come, you who goes behind the understanding of human. Eja gëzim i përhershëm. Come, eternal joy. Eja dritë pa hije. Come, light without shadow. Eja shpresë e shpëtuarve. Come, hope of the Savior. Eja ringjallje e të vdekurve. Come, resurrection of the dead. Eja frymëmarrja ime. Come, you who are my breath. Eja ti që je jeta ime. Come, you who are my life. Eja ngushëllim i shpirtit tim. Come, console of the Holy Spirit. Eja gëzimi dhe lavdia ime. Come, joy in my glory. Eja ti petk rrezatues që i përvendja jit. Eja pastrim që në lanë me lotët e shenjta. Come, you who clean me with the holy tears. Mos me lërvetëm, o i gjithë pushteshëm. Don't leave me alone, you who are powerful. Kur armiqtë e mi të vinë drejt meje, When my enemies come towards me, që kërkojnë të me hanë, të me përpinë në they shpejt, want to eat me and take me away. ata do të largohen kur të gjejnë ty brenda They meje. will go away from me when you are in me, when they find you in me. E asgjë nuk do të mundën kundër meje, And nothing they can do against me, duke parë se ti je më i fortë i mbi të gjithë. because they will see that you are more powerful than all. I ulur në shtëpinë e shpirtit tim të varfër, Sitting